Ja se çfarë ndodh zemrës, trurit dhe diabetit nëse konsumoni çdo ditë rozmarin. Rozmarina është një barishtë aromatike lehtësisht e disponueshme të cilën ne jemi mësuar ta përdorim kryesisht në kuzhinë, por ka shumë përdorime të saj dhe të gjithë karakterizohen nga një efekt i dobishëm, varësisht nga përdorimi. Në fakt, ajo ka veti stimuluese dhe jo vetëm për erën e këndshme, por edhe për aromat e veçanta që ofron në dobi të organizmit dhe jo vetëm. Rozmarina mund të të ndihmojë në veçanti për të luftuar lodhje të ndryshme mendore dhe fizike, dhe të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për të gjithë trupin dhe organizmin tuaj në tërësi. Sa për tretje, rozmarina rregullon funksionet tuaja të mëlçisë dhe të tëmthit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Dhe pastaj është në gjendje që të zbusë dhimbjet e muskujve dhe ato për shkak të reumatizmës, madje edhe të problemeve të astmës, në saj të përfitimeve analgjezike, të cilat do ta bëjnë atë një rezultat fantastik në dobi të organizmit. Gjithashtu, rozmarina është shumë e dobishme për ta mbajtur lëkurën tuaj të butë, të freskët dhe efektet e saj antibakteriale kundër mikrobeve dhe infeksioneve të ndryshme të çfarëdo lloji. Gjithashtu ajo mund të ndihmojë edhe në luftën kundër problemeve të depresionit dhe problemeve të ankthit. Ajo është shumë e dobishme për të mbajtur traktin aktiv dhe efektet urinare, në mënyrë që të keni edhe efektet befasuese të saj në dobi të organizmit, atë mund ta përdorni në formën e zakonshme, në çaj, në vajra esencial, në kapsula të ndryshme e të tjera. Sidoqoftë, ajo ka kundërindikacione nëse teprohet dhe përdoret edhe në rastin e shtatzanisë dhe epilepsisë. Në këto raste, është e rëndësishme që të mos përdoret rozmarina, pasi ndikimi i saj mund të jetë i dëmshëm për organizmin tuaj. Vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i rozmarinës janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri te vlerat dhe ndikimi i tyre në organizëm. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, rritet me shumicë edhe në vendin tonë dhe shpesh përdoret si një shije e shtuar në gatime. Zakonisht është e njohur për vetitë e saj qetësuese ndaj dhimbjeve të trupit ose në përmirësimin e memorjes. Në këtë spektër, si vlerat dhe përdorimet e saj janë të shumta, siç e thamë që nga gatimi deri te vajrat esencial. Në këtë video do ju tregojmë disa nga vlerat e tjera të kësaj bime që mund ta përdorni për një sër përfitimesh për organizmin. Sipas Healthline do të rendisim vlerat kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i rozmarinës. Mushkërit janë vazhdimisht në punë, duke thithur oksigjen dhe duke nxjerrë jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjak dhe ndër më të rëndësishme të organizmit. Nëse përjetoni probleme të mushkërive, do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore dhe risk për jetë. Sipas mjekëve, krahas trajtimeve në spitale, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndërto është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë i vitaminave. Ajo përmban vitaminën A, C, duke përfshirë minerale si magnezi, kaliumi dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imun duke nxjerrë jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat me probleme të mushkërive, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerrë nga organizmi pluri dhe ndotjer. Kështu nëse doni të përmirësoni frymëmarrjen dhe shëndetin e mushkërive, mjafton të shtoni këtë bimë aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahëror ose vajrat esencial të rozmarinës, ose ta konsumoni sa më shpesh në ushqime. Rozmarina gjithashtu është e mirë edhe për shëndetin e syve. Për personat që përjetojnë humbje të shikimit ose atë që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-ta, do beson shikimin gradualisht. Për të ulur riskun e prekjes nga kjo sëmundje, rekomandohet konsumi sa më i shpeshtë i kësaj bime të veçantë, duke qenë se është i pasur me antioksidant. Rozmarina ndihmon në luftën kundër degenerimeve të syrit. Do të keni një tretje më efektive. Duke qenë e pasur me antioksidant dhe vitamina, kjo bime do të ndihmojë edhe në tretjen e mirë të ushqimit. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarinës secilën nga ushqimet tuaja për të përfituar shijen dhe shëndetin njëkohësisht. Rozmarina është e mirë për shëndetin e kujtesës.
Ndihma që kjo bimë jep në memori dhe në përqendrimin e trurit është e paqmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si receta natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarin mund të përmirësojë memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht në dietën tuaj. Ajo është një bimë shumë e mirë kundër depresionit. Rozmarin ndihmon edhe kundër sëmundjeve neurologjike siç janë depresioni, ankthi ose skleroza e shumëfisht. Mjafton ta konsumoni rregullisht, të përdorni çajrat ose të bëni masazhe rreth kokës me këtë vaj esencial. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për personat që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Njëkohësisht, fryrja dhe rëndesa juaj largohet, pasi rozmarina do të nxjerrë të gjitha toksinat nga trupi. Sigurohuni të konsumoni sa më shumë çaj rozmarine gjatë përditshmërisë së suaj. Në çdo rast është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun tuaj, sidomos nëse jeni duke marrë medikamente të caktuara. Rozmarina për fat të mirë mund të gjendet gjatë gjithë vitit dhe është një bimë medicinale e cila ka një aromë të veçantë që mund të japë shumë përfitime për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Rozmarina e ka origjinën nga Mesdheu dhe për më tepër ajo ka një histori të pasur në vendin tonë. Përveç aromësh dhe shijes të pasur që ka, rozmarina është të përdorur në mjeksi prej shekujsh. Populariteti i rozmarinës vjen nga ideja se rozmarina stimulon dhe forcon gjithashtu shëndetin tuaj të kujtesës. Qytetrimet e lashta e përdorin rozmarinën gjithashtu edhe për të patur një performancë më të mirë mendore. Era e rozmarinës bën të mendosh se do të hani një ushqim të shijshëm, por përfitimet që ofron organizmit e bëjnë atë një bimë mjaft të veçantë. Rozmarina përmban disa substanca të mira që stimulojnë gjithashtu edhe organizmin tuaj. Prandaj vlerat e saj do të jenë të larta edhe për tretjen. Rozmarina ka përbërës të mirë anti-inflamator, të cilët janë të nevojshëm për të luftuar edhe problemet e astmës. Por më tepër, rozmarina stimulon dhe forcon edhe shëndetin e trurit dhe duke përmirësuar gjithashtu edhe rrjedhin e gjakut. Rozmarina shton furnizimin me gjak në tru dhe si rrjedhoi ndihmon të përqendroheni. Rozmarina është një burim shumë i mirë i vitaminës A. Nuk do të habiteni nëse aroma dhe shija e kësaj bime që rrit kujtesën është vështirë të hiqet nga mendja. Ndaj përdorimi i saj në përditshmërinë tuaj mund të jetë një ndihmë që kjo bimë mund të bëjë në dobi të organizmit tuaj. Ajo të sjell ndërmend detin dhe pyllin dhe është një pjatë mjaft e shijshme me shtimin e kësaj erëze. Kurdo që të jetë e mundur, zgjidhni rozmarinën e freskët sepse ajo është më superiore se rozmarina e thatë. Rozmarina e freskët duhet të jetë me një ngjyrë të gjelbër të ndezur dhe të mos ketë edhe pika të verdha ose të errta. Rozmarina e freskët duhet të ruhet në frigorifer e paketuar në copa të letrës. Rozmarina duhet të ruhet edhe në ekuilibrat e akullit ose në ujë dhe mund të përdoret gjithashtu në gatime të ndryshme. Është e rëndësishme që nëse zgjidhni ta përdorni atë në dietën tuaj, të dini edhe vlerat që do të merrni prej saj. Ndaj ndikimi që do t'i ofrojë organizmi do ta kthejë atë në një prej produkteve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit tuaj në tërësi. Rozmarina është një bimë e cila mund të kushtojë pak, por përfitimet që ofron organizmit e kthejnë atë në një prej zgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të tij. Ajo konsiderohet si një aleate natyrore në luftën kundër mikroorganizmave të ndryshëm dhe përmendet si një mbështetje për infeksionet kërpullore, përfshirë këtu edhe kandidën. Falë pasurisë së përbërësve aktiv, rozmarina ka efekte të dobishme në qarkullimin e gjakut dhe kontribon në lehtësimin e dhimbjeve të shkaktuara nga problemet reumatike dhe kyçet. Pikërisht për këtë arsye përdoret për shekuj me radhë edhe në kompresa, banjo ose çajra të dizenjuar për të relaksuar trupin dhe për të zgjedhur gjithashtu edhe ngurtësimet. Ajo mund të jetë një stimulues të shumë e mirë e kujtesës dhe plakjen e ngadalë, ndaj veçanërisht funksionon edhe për të rritur përqendrimin tuaj, si thon Step to Health. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.